Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës, kanali i parë, çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12 e ditës. Sonte kam ftuar një mysafire shumë të veçantë, një artiste të madhe, për shkak se jemi edhe në prag të festivalit të Radio Televizionit Shqiptar, që si zakonisht ju e dini se këngët më të mira na prezantojnë edhe në Eurovision, që në këtë vit do të mbahen në gjysmën e qytetit tim, që është Stockholmi i Suedisë. Flauka, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Gjysmën të kam thirrë për ty, gjysmën për vete, kështu. Edhe dyqysh të kom thirrë për nati të atyre në Shqipëri, që ma shumë ata pju vlerësojnë, pju çmojnë një artista vse në Kosovë. Ashtë qështu asë ashtë? Nuk është ma shumë punë vlerësimi, sa është punë organizimi. Nuk po flasë për publik, po flasë për gazetarë, për televizione, kam përshtypjen se ata pju zbulojnë para neve. Është shumë e vërtet, Milajmë, është një realitet faktikisht që duhet me na dhimt, edhe duhet mu ndërgjegjësu edhe me po shumë njerëz të cilët kanë pushtet për me organizu festivale, evente, ku zbulojnë talenta, edhe nuk po vetdjesojnë, edhe nuk po vazhdojmë, do të thotë, faktikisht jo vazhdojmë, po nuk po fillojnë me marrë një lloj iniciative për me bo evente të tilla. Nuk është e zorshme. Besoj kur ka një shumë të maj me të lekve për gjana tjera, ka shumë të maj, duhet me pas, duhet me qenë ligji natyrës, logjike, që duhet me ushqy popullin me art, edhe duhet me investu në art, so arti është gjëja ma e bukur që mund me ekzistu, do më thonë, është frymëzim për secilin njeri. Edhe mu vjen shumë keq që ne duhet me qenë ata të cilët duhet me prit prej një vendi tjetër për mu zbulu, me zbulu talentin ton, me pas për kraje, me pas dhe thotë vlerësime, ku jam prej emrave shumë të mdhenj, unë e kom pas vetë rastin edhe fatin të jem pjesë e zbulimi talenteve që kanë qenë ethët në atë kohë, edhe janë marrë shumë me ne. Edhe e shoh që na faktikisht ashte mujmë edhe mu anku që kur vje puna nuk vlerësohemi në fundit me çmimet të cilat i meritojmë, mirë po është një diçka shumë logjike që kur të bëhet diçka për me zbulu një diçka shumë të bukur, duhet me mendoj që duhet me shku deri në fund. Në kohën e luftës sa vjeç ke qenë? 11 i kom bo, domethënë me 28 qershor. Pak para se me mbaru komplet lufta. Okej. Arsyeja që të pyeta është pyetja ime lidhet me dy gjëra. Kam pas një ëndër edhe e kam akoma me i ftu njerëzit e asoj moshë në studio me fol për përjetimet e luftës. Dhe sepse është mosha ku njerëzit mas shumë të majnë mend, do me thonë gjithë atë që kanë përjetu, dhe e dyta është një moment ku ty të ka lidh shumë me Shqipërinë, sepse jeni arratis në Shqipëri, apo me familje. Qështë e ke përjetu luftën? Lufta për secilin njeri, do të thotë, në Kosovë ka qenë absolutisht shumë e tmerrshme, edhe secili kemi jetu, si me thonë sot për sot, sepse nuk e kemi ditë që kemi me pas fatin me përjetu dhe të nesërmen, pas nesërmen. Kemi pas një kohë gjatë, do më thonë që kemi najtë faktikisht në Gjakov, kemi najtë apartamenti i gjagjit tim, dhe erë një moment që e pam shumë të arsyeshme me ikë, do të thotë me lëshu vendin edhe me shku në Tiranë. Fatmirësisht, kemi pas, do më thonë, 3 familje që janë djemt e dajës babit tim, Maloku në Tiranë, janë qysh në vitet e 70-a jetojnë atje. Edhe ata na kanë prit gjatë gjithë kohës, do të thotë, shumë më herët, na faktikisht kemi shku shumë vonë. Kur kemi shku atje, na kanë prit shumë mirë, edhe sot asoj ditë se gjithmonë jemi, unë thashë dhe më herët, shumë jemi të lidhur me ta, janë njerëz në të vërtet shumë të mirë, edhe na vlerësojnë shumë. Ka qenë e tmerrshme një moment që, muj me thonë një moment i rrezikshëm i babit tim, të ndjerë, që fatkeqësisht nuk është më në mesin tonë, që e ka pas një moment kur na ka ndalë policia pak para se me dalë, do të thotë, në kufi të Kosovës, Shqipërisë. Në Morin. Po, në Morin. E ka ndalë se kanë dyshu që babi im ka luftu. Po,
fati që nana është një tip shumë i gjendshëm situata tilla edhe ka ditur thot me zhvillu një farë politike me policë. Edhe babi im ka qenë futbollist, që diçka që nuk ka gënjy. Edhe ju ka drejtu policit që ku ka luftu burim duhet me mbajt shnetën e vetë, se është futbollist, këshysh do me thonë me këqyr shnetën e vetë, familjen e vetë, na vetëm po duhem me lëshu vendin se secili njeri që po ka frikë me jetu, do me thonë në një vend ku ka kaos shumë të madh, ku ndëgjohen bombardime çdo herë, mbyten njerëz. Edhe, do me thonë, tu e zhvillu një bisedë të tillë, fati i babit tim ishte që shpëtoj, do të thotë edhe na lëshun. Me cilën datë keni arratis? Nuk e mbaj mend. Masi kanë fillu bombardimet apo para? Mbasi kanë fillu, ne kemi dalë shumë vonë. Me 23 mars kanë fillu bombardimet? Kanë fillu bombardimet, ne kemi dalë ka mesi i majt. Mesi i majt. Po, do me thonë që shumë vonë. Mirë, ai momenti kur njeriu vendos me lëshu vendin e vetë, familjen, ata zhduk një farë forme si kur me ra një rrufej që të shkatërrohet komplet piramida e jetës, si fëmi që shë ke përjetu? Ne fëmi ndonjëherë dhe nuk logjikojmë gjana që tritunit edhe do me thonë prind tanë i logjikojnë. Ne në ato momente vetëm shohim me lëshu vendin me shpëtu. Po normalisht që brenda vetës më ndonë thu qka tash, si do të vazhdoj jeta jonë, a do të kemi me pas shtëpi, ku do të jetojmë, sepse ne e dim dhe jemi të vetishëm që njerëz cilët presin atje, normalisht që nuk mundesh me bo partë gjatë gjithë jetës. Do me thonë, a e ke pa në sekund që 2 milion mendime të shkojnë në përkry dhe zdin, do me thonë, nuk i përgjigje për një pyetje. Mu më dhimen do me thonë që prind tonë e kanë mendu edhe kanë vujt shumë ma shumë se na. Sepse ata kanë jetu me një sistem shumë atë mirë, do të thotë kanë punu për ne, edhe ka qenë shumë vështirë për prind tonë me lëshu gjitha kushtet edhe mundësit, kanë mendu dhe ata që kanë me fillu një jetë tjetër me një vend ki tjetër, sepse nuk e kemi dit asë njëherë që kemi me pazu me thonë liri. Nuk e kemi mendu, se kanë qenë, do me thonë, ka qenë kushtet asisoj që nuk të kanë lonë me mendu, se kemi pas shumë trazira, kemi pas shumë masakra të cilat të kanë lëndu dhe psikikisht dhe nuk kanë lonë hapësir me mendu për një jetë më tutje, që do t'a bësh do të thotë në Kosovë. Mirë, është... Kur e kam bërë intervizë gjatë luftës një vajzë nga Mitrovica, ishte me një traktor duke ra shi, edhe kam pyet çka tash dhimbs më shumti që ke lënë brapa vetës, se njeriu kur arratisët mendo jo ta marr këtë, shumica kanë marrë fotografi me vete, që fatkeqësisht edhe fotografitë. Po, s'ka pas mundësi kur gjo me marrë. Edhe ajo thot që gjyshja më është dhimbs më shumti edhe maca. Tani, ti si fëmi, çka ke pas qef kur ke rrinë në Tiranë, se kur kalon një pozicion qetësisë, pastaj fillon truni me mendu, me thonë pse se kam marrë këte, pse që ta është dhimbë të mas shumëti kur kem rrinë në Tiranë që s'ke pas me vete? Une qysh e vogël, kom pas dëshirë të thëtë me këndu, e kom djek shkollën e muzikës, edhe e di që mikrofonin gjithmonë e kom pas një armë shumë të madhe timen që kur kom qenë në shpet, di që s'kom pas mikrofonin, e kom marrë telekomandën gjatë gjithë kostë dhe jam bu kështë po këndoj edhe kom mikrofonin e po kuptan duar. Dhe instrumentet e muzikës kanë qenë ato të cilat e kom mendu po ta kësha marrë, kësha pas mundësi me i marrë me vete, ose ndoshta vetëm katin e parë të shpis, mi pas një parë rota, edhe me marrë komplet shpin me vete deri në Tiranë, kur qoma tepër. Familjen, gjyshen, kritë ofërmit e me. Të bëhet shka të bëhet vetëm do me thonë disa pjesë të kujtimeve mi pas me vete. Sepse që thojnë, kujtimet janë ato që do të përcjellin gjatë gjithë jetës. Formimin tanë, cili prej prindërve ka luajt rol më të madh? Babi apo mami? Ose dy të bashkë, por njëni dallojnë gjithmonë?
Unë si e vogël kam qenë shumë person që jo, si me thonë, nuk kum pas as pak komplekse si fëmijë. E kum bo atë timën, edhe s'kom pyet as pak. Edhe kom qenë shumë tip që jo kom gacmu në atë aspektin negativ. Si me thonë, dili dreq që thojmë na qako, qasi tipi. Mirë po, unë e kom thonë edhe ma herët e kemi diskutu me disa familjarët mi që fëmija si fëmijë, kur e ka një talent, nuk mundet me logjiku që e ka, sepse mendon që qata që din me këndu mund me pas edhe fëmijë tjerë, mund me pas edhe njerëz tjerë. Du të me kon dikush për mbi teje, do të thotë që me të thonë veç pak se po këndon shumë bukur ose pas ka një talent tillë, është një dhun tip prej Zotit. Unë e kom pas fatin që printe mi, motra edhe vllau e kanë zbulu këtë gjatë, do të thotë shumë, kur kom qenë shumë e vogël, sepse e kom pas dëshirë dhe me imitu këngëtar shumë. Edhe unë normalisht e kom qenë, si me thonë, e pavidishme, se si që thash, një fëmijë që jemi du të me nana e dikush për mbi kry me na thonë që kjo kështu, që kjo është ashtu, edhe e mira jonë është me ngu. Edhe du me thonë që printe me kanë qenë, nuk muj me bo krasime, absolutisht jo, sepse se cili e ka jop atë maksimumin e vetë për muj me thonë përgjithësi për më mpru dhe këtu deri ku jam. Edhe ajo shtytja që ma kanë bo, mu gjithmonë më ka motivu për me qenë shumë vetvetja, edhe me kriju ato që ka e du, para prej e rrethit. Ngritja jote si artiste për herë të parë, kur e ke di veten me tha, e realizova një pjesë të ëndrrës time, dola në skenë, arrita diçka? Nuk e harroj kur momentin kur pata marrë pjesë në Ethet e së Premtës, në brëma kam qenë vetëm 14 vjetë, edhe kur isha përpara Ethet, se isha hemrë, për pas, vetëm njëherë me dojnë para këti komisioni, edhe me taku të madhin Adi Krasta. Unë e kam idol, edhe e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Kur ka ardha i moment, se njëherë e kom diskutu me familjen, thash, po marrë pjesë, del ku del, nëse kom fat mirë, nëse s'kom, vazhdoj këndoj edhe unë para pasqyrës. Mora pjesë, edhe e kemi pas, do të thot, nuk kemi këndu me njëherë me gjiru, po kemi pas me këndu një këngë shumë të shkurt për me po ata që aja vlen për me me incizu dhe me diskutu që do vish në Tiranë apo jo. Sa atyre është ka qenë ajo do vish në Tiranë. Kur ta bëshin do vish në Tiranë dhe me kje pranu, ka qenë për neve film. Edhe erdhë momenti që të marrë pjesë, fillova unë e këngën, edhe nuk e harroj asnjëherë momentin kur Adi Krasta ka qenë duke bisedu me disa njerëz tjerë dhe vetëm me ka këthi kryt të me ndëgjova mira jo. Kur e kom pa qatë reagim, kur i kom pa komentet e maestrove të muzikës që ne jemi rrit duke i pa në festivale dhe duke i ndëgju këngët e tyre, jemi rrit me veprat e tyre. Kur i kom dëgju të thot komentet e tyre prej ma të mirave që kanë qenë që ajo ka qenë bilajnë për mu një arriti jashtëzakonisht të madhe, si 14 vjeqare, sepse atu starton. Do të thot, pastaj, po je zonja e vazhdon karrierën. Mirë, prej kësaj historie, pastaj, cila ka qenë historia e dytë e suksesit tanë që ke marrë pjesë? Që thojnë ata në ndoni eveniment. Eveniment, po. Tu startu prej Etheve, që më kategorizu këngëtarja ma mirë në vendin e dytë. Pastaj, kështu, po ta jap kështu ekskluzivitetin me bisedu saj përket festivalit, jemi parotla, sepse nuk e kom diskutu asnjëherë, asnjëherë do të thot në media, sepse publiku kanë qenë ata të cilët kanë folë emrin tim. Po që e shoh që ka ardhur me të vërtetë momenti me folë haptaz, sepse që thojnë du të mi marrë këpucet e mia, mi vesh dhe me ecën to, për një sekond, edhe me ditë çka ke kalu.
edhe unë po kam dëshirë bashkë me diskutu këtë çështje. Edhe nga njëherë ne që po heshtim për disa gjëra, ndoshta jemi bashkë fajtor të shumë fenomeneve negative në shoqëri. Është shumë e vërtet, sepse artisti duhet me pas forcën, pushtetin për me thonë fjalën e duhur, jo me hesht. Edhe unë e kom pa që kom hesht mjaft shumë edhe nuk po e shoh arsysh më as pak. Kom qenë vetëm 16 vjetë kur kemi marrë pjesë me mikën time shumë dashur Dorentina Dishën në festival me këngën Edmond Zhurali Tjeta kërkon dashuri. Një këngë që befasisht u pëlqy shumë. Do të thotë ishte një këngë që u kompozu për 2 karaktere, 2 vajzave shumë të reja. Edhe që linte një mesazh, jeta kërkon me vërtet dashuri. Do të thonë një mesazh që duhet me pas parasysh gjithë, sepse ne e dim që gjithmonë dashuria është diçka që të motivon më shumë të jetë. Po s'po atë dashuri nuk ke kur gjë dorë, po nuk u ndive i nevojshëm edhe i dashurum. Ka qenë një shans shumë e mirë, keni pa edhe ju vetë, me këndy 2 kosovare në midis Beogradit, një këngë shqip, me një temë tillë. Edhe ajo mundësi, si me thonë, mbeti këtu. Ki pa momentin kur nuk mundesh mu përbi, sepse ke ndëgju diçka, ose po të them diçka që nuk mundesh mu përbi. Po ndërlidhem me atë kush e ka bo, do me thonë, një ndales të tillë për mësë me shku në adiratja, që sot dhe tutje nuk e kuptoj asnjëherë. Alban Skenderaj, unë e respektoj jashtëzakonisht shumë si artist, sepse është vetë kantautor, shkruan tekstet vetë, kompozon, është një artist shumë i madh i muzikës shqiptare, duke u bazu për vetë faktin që dhe ai ka qenë një njeri shumë i thjeshtë dhe ka jetu në Itali, ka jetu si ka jetu e dinaj vetë, një realitet që nuk i ka pëlqyer as atij, ka ardhur në Shqipëri, ku Top Channel japi një mundësi jashtëzakonisht shumë të madhe për me kriju emrin e tij. Një emër shumë të rëndësishëm në industrinë muzikore. Edhe ai ka kalu vetë në për gjanat ku kom kalu edhe unë, do të thotë, edhe pse shumë a e re se ai. Do të thotë, duke unë e thësha do njerë, thësha, a ka mendu ky njeri që në për të njëjtën rrugë që jam tu kalu unë, ka kalu dhe ky vetë. Pse mos më pa dhe mu më gëzu, qysha ka jap mundësin edhe ati dikush më gëzu, me arrit një andër të vetën, me bu një andër realitet. Po një vepër e cila do të thot e ndalon tjetrin prej gëzimit, unë nuk mendoj që është në rregull, mu ka dhimbë shumë, jashtëzakonisht shumë, që sot me të vërtet çdo ditë mbren ai realitet, sepse ta kisha realizu do të thotë një ëndër tillë, me këndu në atë moshë, me një këngë tillë midis Beogradit, edhe domethënë me këndu këngën shqip, për mu ka qenë kulminacioni po them. Ajo më ka ndalë mu shumë, kalon shumë rapa me karrierën që unë jam sot. Unë jam shumë mirë prap se prap, absolutisht. Po e mendoj ku kisha mujt me qenë unë sot, pse mos me konë Milajm, apo kupton? Do me thonë Alban Skenderi me votën e ti... Më falë, a mundesh ti si Milajm Zeka me vlerësu dikën me 0 pikë? A me ndën që është një numër? Jo. Do me thonë, as une nuk muj me... Artisti nuk është 0. Ta shëllon, ty për ta baj një pytje, me qënë se ke qenë përballë meje si juri në Dancing with the Stars. Atë kujtohet që kalon një përshtypje shumë pozitive tek publiku, po dhe tek mediat e meqme, mënyra se si unë mas pari ka marrë rëndë pozitive çdo konkurusi. Do më thot, kam bë vlerësim njëherë pozitiv, po që të vlerësot një artist me 0 pikë. Une e diskutova, unë jo ka ti ju futa kësaj teme, sepse me të vërtet nuk më doash me diskutu. Mirë, po kam dëshirë që dhe njerëz të cilët veprojnë, kur je vetë artist, duhesh me vlerësu artistin. A ke bë analizë? Duhesh me vlerësu kolegun.
A ke bo analizë mas andej, pse ka bo një gjë të tillë Alban Skënderaj? Une absolutisht nuk kam ide pse. S'ka folja ndonjëherë pse? A e kanë Edhe nëse ai ka fol, une e kam një ka bon sistem nga inati? tjetës si më lajm që momentin kur dikush vepron diçka është në gjendje marrë direkt ai moment edhe me vepru një gjë të tillë, çka fol pastaj është e vdekur ajo punë. Mendoja para se me vepru. Kur te vepron, se me vron njeriu në me thon fal. Fal valla se a di pa hire, po dvrova, po më vjen shumë keq sholla në xhenet. Jo, nuk ekziston realiteti kështu, edhe pse faktikisht po ekziston abden. Nuk duhet me kon me shty njëri tjetrin, me jap diçka sa më të bukur për muzikës, artit, jo me shtyp njëri tjetrin. Nuk arrim kurrë me atë punë. Edhe gjithmonë kam pas pyetje që po të ndërprej. Gjithmonë kam pas pyetje, a e taku, për shembull, me diskutu këtë çështje? Absolutisht që jam taku, kam bisedu, e kam respektu. Me lajmë unë jam rrit me një familje që prindtë mi gjithmonë më kanë eduku me ja u kthy tjetrit me dashni, me respekt. Pavarësisht çka do që të bën dikush, ti dush me qenë me kam tokë, prapë se prapë me respektu vendimin e tjetrit, sepse nuk e din kur pse ato veprime vijnë, prapë se prapë mja u kthy njerëzve me të mirë. Unë kom vazhdu me timen edhe jam e lumtur që jam rrit me këtë sistem, sepse unë mendoj që hakmarrja është për njerëz të dopt. Po, tu pajtojmë madje edhe në Bibelën Kur'an thuhet që hakmarrja i takon vetëm Zotit. Vetëm du me ta bën një pyetje, jo për Alban, jo vetëm për Alban Skënderajin, jo vetëm për te, po për grupin e tyre. A mendon që ekziston një grup i veçantë që njëton psikologji në mesin e artistëve edhe të gazetarëve që janë sadist, edhe përjetojnë kënaqësi shpirtërore kur tjetrin e dëmtojnë, kur tjetrit i bojnë keq? Janë inadëzi. Se ti, me të vërtet nuk më takon me i paragjyku. Nuk po flas për emra. Po. Po këte fenomene ke përjetu, besoj shumë shpesh në jetën tënde. E kom përjetu disa herë. Kur dikush të ban keq pa motiv, a? Po. Po, nuk mu vje keq edhe mi thirën kësi jamna. Kuptan? Vjen keq edhe mi embrun kësi jamra. Mi thonë, na zistu se keq bërës. Se si kuptoj as shka janë. Dhe më thonë janë krijesat pa definume. Një person për shembull që nuk mundet tash po folim në përgjithësi. Nuk po du me emru mo emna, se nuk po du me jap qatë shumë rëndësi, mirë po masi vetëm janë se më vetë si fenomen po flasim. Vetëm si fenomen. Një person i cili ka në dorë gjithçka për me ta jap atë kënaqësinë edhe me ta jap mundësinë për me përjetu një sukses 10 shkallëve më lartë. Edhe nuk ta jep me durët e veta, nuk besoj që është diçka në rregull. Është pa definu me mirë dhe tha. Pse njerëzit tonë janë të prirur me i pa këta njerëz të mëdhaj, me përbuzje, me ignorancë, me inate, me urrejtje? Pse janë? Momentin që unë e kom thonë diçka dhe gjithmonë kom me thonë, momentin që je, si me thonë, mbrapa asaj që ka qëndron përballë teje, gjithmonë je i Zoti me kritiku, me shajt, me lavdu. Po momentin që je në pozitën e atyre që janë vetëm të ngritur, atëherë e shohin që është shumë më e vështirë me qenë pjesë e një numër populli që shohin çdo ditë e natë dhe zgjohen e flejnë me fjalët e tuaja ose krijimet e tuaja, veprat e tuaja. Edhe them gjithmonë që sot mbrapa kompjuterit janë bërë njerëz shumë dishëm. Janë bërë njerëz dishëm sepse shkruajnë gjithçka, marrin mundësi me shkruaj gjithçka. Unë shoh fjalë banale, të cilat i kam pa edhe në tabloide që kam qenë vetë pjesë e tyre. Edhe e kam pa që nuk ekziston as pak të thotë një farë lloj kulture e të shprehunit. Njeri edhe kur të shon duhet me pas një farë lloj kulture. Ne po folëm thjesht për të mirë, s'po themi që jemi duke shoh diken, po jemi duke fol për fenomene negative mos me u përsërit.
Tu e marrë parasysh, do me thonë çka kaluva një herë në festival, mbas disa vjetëve me ndodhë prapë njëti gabim, me mu, unë këta nuk e kom kuptu, asë dhe ku me ditë sa vjetë nuk e me kuptu. A i din qësh është puna e vendeve dyta. Unë e kom kriju një sistem që tash artista du të me luftu me zonë venin e dytë. Po. Veni parë mu, abdin nuk... Ashtë ti përgaditor. Po foli në mënyrë shumë logjike që po dje që veni dytë gjithmonë janë më të mirë. Është ashtu? Po. Tash ti po duhet me luftu ose që ata artista që marrin pjesë me zonë venin e dytë se veni i dytë është rëndësi. Veni i dytë po bëhet bom, apo po kupton? Edhe me lumtun që e kom arrit që të stash. Në momentin që bëhet një event për mu zgjedhë më i mire, zgjedhë më të mirën. Dush me pas një stazh, dush me pas një karakter shumë të fortë. Dush momentin që organizon një pezojmë, një festival, ose një Dancing with the Stars, ose një Voice, ose një X Factor, dije që e ke një popull shumë të madh brapa vetës. Edhe sot, shqyqyr prej zotit që po ekziston edhe teknologjia, Facebooki, Instagrami, Twitter, që njerëz po e flasin favoritin e vetë. Njerëz po trejkojnë kush është favorit për ta. Se përpara nuk ka pas zot publikut. Kam pas vetëm juria të cilat i ka zgjedh artistat. Publiku ka qenë diçka shumë brapa që vetëm ka po, ka nuhat. Edhe ka prit rezultatin në fund. E sot jo me lumtur që ekzistojmë, do me thonë një sistem tjetës ku gjithçka mundet mu para po. Edhe momentin edhe una që ko marrë pjesë dhe tëtë në dancing, kom ekzistu në fazën ku gjithmonë njerëz kanë folë, më kanë kritiku po ashtë, po shumë ma pa kritika do të thotë se sa lavdata. Kritika gjithmonë i mirë pres, sepse ajo që shtyn gjithmonë me u bo mire ma i mirë. Edhe po du me thonë që në momentin që si stazh i madh i një produksioni jashtëzakonisht shumë të madh, bën një event që duhesh me zgjedh ma të mirë në atyre ti po bjen konflikt me organizimin tënë. Po e zgjedh ma të mirë, në ku është esenca se kuptaj. Po prapë se prapë unë po thëmë ku ma rrit një stazh që se cili artist është me luftu me zonë venin e dytë. Apo kuptojnë. E përshtoja me lumtën. Normal që të dhamë, sepse qysh kanë punu ata që kanë fitue, s'kanë fitue, kom punu dhe unë e njëjtë. Edhe këto gjana që mu më ndodhin, po më bojnë shumë atë forcë, po thëmë, kam diçka që mu më ndodhin. Ose shumë shpesh, do shta dhe mendoj, pse veç mu, qka po ndodh me mu, pse, do më thonë, kanë diçka që nuk po knaqen me veprimet e mia, ose me talentin tim, ose ka diçka këtu që s'shkon, se normalisht jam njeri edhe une, më lindin dyshime, lindin pak knaqësit me vetën, po s'kam nevojë mi përjetu këto sene, s'one di sa kom kapacitet. Pse mes me gzu une për shambull një diçka që e takoj, e më takon. Kur shoh që shumë artista tjerë e kësojnë që ato që ju takon, sepse se cili punon në mënyrën e vetë për me fitu atë famën ose fancat e vetë. Mirë po gjana që ka ndodhë, do të thotë unë prapë kam një pikpyetje shumë të madhe. Pse ndodhen? Mirë, e rasti tretë, ku ka qenë rasti? Rasti tretë ka qenë rasti parë me ethet. Po. Atje cilin vend? Do me thonë jam imun i vendeve dyta. Vendi dytë? Po. Po e sholla nuk e marrë vendin e dytë që tash festival, se zane që e kom fitu. Mirë, mira s'pak, po tani po hym të një temë si artiste. A mendon që është me të vërtet turp i të gjitha qeverive të pas luftës që Kosova ndoshta është, jo ndoshta, po më me thonë me siguri është, për në Evropë, kontinentin e Evropës, i vetëmi vend që dallohet për dy gjera. Prishtina, që s'ka WC publike, dhe 2, që s'ka sallë të koncerteve. Po ndërlidhen janë në WC publike, jo, për ato a foli ma gjatë. Mirë.
Mund vje keq që A ke më ditë që shku në s'ka? për... Normal, unë këtu jetoj. Po dhe, por... Më vje Nështë ta keq bilin adinat që- shkretit publik kena pare me hynë në restoran me tha mujna me shku dej në WC, ja? Po marrë një njeri nga fshati, është pak e bezdishme. Në momentet që shkon, për shembull, po flas për Prishtinë se tash janë kriju shumë qendra tregtare që e mbajnë shumë pastër vendin. Po ndodh që edhe e kom vrejt edhe këta internacionalcat kur të vinë, sidomos kur të vinë për vende publike, përmes aromës e din ku qëndron WC-ja. Ajo është për me të ardhë keq. Le që s'kemi banjo publike, po as që ato që janë, nuk janë të mirë bajt. Është fatkeqësi, sepse mirekite duhet me fillu prej diçkafi që është shumë e nevojshme për njerin, që nuk ekzistojnë, po nuk ekzistojnë shumë do gjana tjera bazë, mi lajmë që si kemi na si shtet. Për shembull. Për shembull, liberalizimi i vizave, që po e vujmë na si artista shumë. Unë po foli plan të pare kam, sepse e di që më dalë në shumë koncerte jashtë vendit. Shumë organizimi jashtë vendit, kom shumë ftesa për më shumë mbajt koncerte, ose me qenë pjesë ndonjë filmit, premierës, ndonjë filmit që e ka bo ndonjë artisti atje ose këtujt për që jeton dhe vepron në Amerikë ose në Evropë, kudo që tjetë, nuk kam vizë dhe më vjetë turp me thonë, nuk kam vizë, të paktën me pas artistat vizë artistike. Edhe shpresoj shumë që do të bëhet diçka edhe me pasi me thonë një territor pak ma të hapun se shumë jemi të mbyllur. Shumë na kanë mbyll. Po çështja e sallës të koncerteve. Sa i përket Po, çështjes ka së qenë tash sallës. një pianist amerikan këtu, ka bën një koncert për fëmijët me autizëm, të salla e kuqe ishte turpshme, domethënë. Çat sallë ma, ajo s'është kur far sallë, po s'ke sallë të koncert. Edhe galla koncertën e kemi bajt në sallën e kuqe, edhe shumë koncerte tjera bëhen për salla të improvizuara, bëhen në sallën e sporteve, bëhen për do salla që mas pari tingulli i muzikës nuk tingëllon ashtu që duhet me konë, sepse kot nuk ekziston salla e koncerteve, sepse ajo është ndërtune prej mureve të cilat e mbajnë audion brenda në sallë shumë mirë, që edhe muzika, edhe njerëz kur të vinë me ndëgju këngë, ose operat, ose kush e diçka tingëllojnë bukur. Do të thotë nuk është vetëm një sallë. Ka diçka që përmbahen brenda në atë sallë. Edhe mu normalisht si artist më vjen jashtëzakonisht shumë keq, edhe më vjen gjynaf për organizatorët të cilët mundohen me bëu diçka, që duhet gjithmonë me pas ekstra lek për me investu, për me improvizu një sallë, dhe fundit prap nuk tingëllon që duhet me tingëllu. Duhet me hek shumë, duhet ose që po thunë në sallën e kuqe, me majtë koncerte, duhet prap improvizim, edhe me majtë për shembull galla koncert, ose me majtë koncerte shumë të mdoja operistike, dush me pas vërë një skenë shumë të madhe ku të knaqet syri me hi dhe më një veti privilegjun që i brenda asoj sale. Ki pa për shembull ku të shkone për opera, sala operistike, s'po shkoj që ma lakë se në teatrin e operës dhe baletit në Tiranë. Kur të shkon ndjesh i mbrana i përmbushun që të ka ardhë rasti me shku me një salë ku shumë artist të muzikës shqiptare kalon gjurmë të veta aty. Që shumë ndjesh ti, du më thonë, për shembull vaj që Zela ka prej në këtë skenë, po këndoj edhe unë në këtë skenë. Ajo është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Pse mos me pas edhe na një ndjenjë të tillë? Pse mos me përjetu fëmijët tanë? Për shembull, unë kam shumë qejf që vajza ime ose djali im me shku në sallën ku unë e kom lënë gjurmët e mia, me përjetu dhe ata një ndjenjë që unë e kom përjetu. Mirë, kur i takon ju këta politikan, takosh në njerë? Nuk i takoj. Nuk i takoj. Jo. Gjithmonë mendoja, thua, ja vëthojnë këte, për shembull, ju thojnë, more, s'kemi sallë, s'kemi kështu, apo veç
kanë dëshirë me dalë në fotografime? Duhet me qenë na bashkëpunëtor shumë me njëri tjetrin për me arrit gjana të cilat nuk i kemi sot, edhe për me arrit që ato që na takojnë faktikisht, se na qëtu kemi me jetu, kur të vdesim s'ka mu, u kryu jeta me të vërtet. Sa e kemi forcën edhe pushtetin për momentin me vepru edhe me fol, me marrë iniciativë, me bledh artistat, me pas një grup artistësh që nënshkruan kërkesa se ki drejt përderisa ti i shërben publikut, që është kënaqësia më e madhe, ta kesh mundësinë me shërbu publikut me art, ti duhet me taku një vendi i punës, për shembull, ti si Mila im nuk mundesh me punu pa e pas zyrën tone. A ndjesh rahat kur e ki zyrën tone. Ta kanë zyra jote se që aty, për shembull, e bën regjinë ndonjë emisionit, lexon, edhe në artista duhet me pas një bazë ku m'ja nis punë tona, vepra tona të artit. Unë po them duhet me qenë shumë bashkëpunëtor me njëri tjetrin. Është një diçka që unë nuk kam pëlqen jashtëzakonisht hiç. Kur mbledhemi me njëri tjetrin shumë ankohem dhe kur vjen puna para kamerës keshim. Pse me kesh? Fale që ajo që të dham, që të pengon në realitet. Fale, nuk të mbët kërkush. Është e drejta jote me fol. Është edhe diçka, do më thonë, s'kemi salë të koncerteve, s'kemi WC publike, s'kemi press club, s'kemi klub të artistave. Këto 4 gjana besoj që për njerëz, për gazetarë dhe për artista i çdasht me kon shqetësim shumë real, shumë i madh, Jashtëzakonisht shumë i madh, Mila. A më këta artistat, shumica kolegëve tuve që mendojnë ka me shku me dhe koncerte jashtë, se më duket fort si interesant që ka po zijet mrena. Qatë përshtypje e kam. Hajtë shko që atje e këno në Amerikë, në për Evropë, ha? E kanë arrit një farë lloj sistemi që e kanë helmu paka shumë njerëzimin, me thonë se artisti është qaj që e mëson, e edukon popullin me vepra. Edhe as pak, absolutisht as pak, nuk pajtona kur thojnë populli pedon. Ku ka ditë populli që ka dënë prej muzikës para se me po një artist në televizion? Ku ka ditë? Ka pas njerë që kanë kry ekonomi, disa kanë punu në përara, kanë kry fakultete juridike, dikush s'ka pas mundësi mi kry heq. Se cili ka qenë, ata po flasë që s'kan pas dhënti për art, po foli, kam pas dhënti për gjana tjera, sepse dhe me punuarën është dhënti, respekt. Ku kanë ditë ata, kur e kanë ndjes televizionin që ka dojnë me kërku? E si të mos për para që si ki pas mundësi që shë sot. Do me thonë, ti je aj që edukon publikun, pse ja lem publikut fajin, pse thu aj e lëp, jo, ti e ki kriju, se po të pëlqen që ashtu. Si kur mjeku, a jeti ndorën e mjekut, në infuzion që ka donë të përzin, ha? Edhe mund me të mytë, edhe me të shpetu. T'lutem. E për që ato anë nuk shkoj me këtë sistem e donë publiku, jo. Publiku më shemu, aj prej me e pret qka unë po thëm diqka, saj përket kongës. Edhe gjithmonë, më thujnë për shambull, pse nuk po vazhdojnë me sistemin e tregut? Më falë, unë nuk jam treg më vëlla, nuk moj unë me shku me një sistem ku me luftu për klikime, ku e dim krejt, absolutisht krejt e dim që shu egzistuajnë klikimet sot. Që mund edhe me bleja. Me dalja është vetës, me shfrydzu privatësin time për 30 views a ma shumë dështa, reputacionin me ullë edhe me bo skandale që të ditë për vetëm e mu pa në një blogspot e emrim, jo. Mi që pak fustanin kështë s'kam brek për funi. Unë e du, kam dëshirë mesazhi im i kongës me u fiksu të njerës, për që ato edhe njifna, tisha njofë si Flaka Krelani modele, normal, i kësha shku sistemit modelizmet, tisha njofë si aktore, kësha bu si aktore, po jam artiste vre, jam këngëtare, du njerës mu përsaktu për që ato që unë e thëmë, për që ato që ndjej,
edhe thëm përmes artikulacionit, vokalit, thurura në vargjet tekstit. Për që ato kam dëshirë njerëz, domethënë, me më respektu. Edhe mos presin që kanë më pa ndonjëherë diçka komplet ndryshe. Që ata pak fanca që i kam, respekt. I du shumë, faleminderit shumë që më rinë gati edhe më vlerësojnë. Ma shumë nuk po më vynë. Unë jam e lumtun që e kam një publik, ai publik janë kolegët e mi. Du me thonë, si me thonë, fanca, që më duar trukasin për punën që e bëj dhe guximin që e kam hala me kriju diçka që është jashtë tregut sot. Edhe që ajo më bën shumë atë fort me vepru, se shumë gjithmonë kom pas pyetje ose më kanë thonë s'pelshon. Nuk e lëshoj se qëta mu përmojnë. Do thot ti në mënyrë absolute e mbështet linjen e krijimtarisë një artisti që duhet një artist të sjell kvalitet. Absolutisht. E pastaj në bazë të kvalitetit shpërndahet edhe numri i fansave. Absolutisht. Kvalitet, gjithçka krit luftojmë pas kvalitetit. Edhe besueshmëri. Përpara ka ekzistu edhe një farë lloj flirtrimi i kokëve dhe artistave para se me i transmetu në televizion. Po. Unë e thëmë që edhe mediat kanë gisht shumë të madh këtu, do të thotë. Krim kanë bë. Nuk mundet pre me mu leju kretë, kemi dëshirë me gëndu. Bëne ti për qef, këtë në rregull, krijoja tash e ki mundësin, krijoja një YouTube, një official page të undit, masi pas këtë dëshirë. Mirë, po institucioni si institucion, nëse do me pas edhe respekt ma të tjeshëm, edhe si më njohë si institucion me një stazh shumë të naltë, të paktën me ndo për veti mos që gjithçka në televizion. A dhe me qitë flinja? Na kona flija, ta petë në fundit. Po kanga për shembull, kam dëgjuar një kanga është a dhe me qitë flinja, a? Po. Unë jam shumë... Gatun? Po. E adhuroj gatimin. Edhe soja që t'jom shpejt, thëm nanës ti nesër, ekip prej meje, shumë kam dëshirë. Dhe nuk është që gatuj me receta, po kështu çka të më vjen për momentin. Jo, jam shumë e lumtur që jetoj me një familje, tash jemi bo 5 antoshëm, basi që dhe është martu vllohu, na ka ardhur nusja në shtëpi. një rifreskim, do më thonë familja, jam lumtur shumë që jetoj shumë thjesht. S'kam shumë kërkesa. Marr lek normal prej muzikës, jo ku me ditë sa, po jam shumë e kënaqur me çato. Kur mu më pyesin njerëzit, Po. sa e ke rrogën, mu, ju tham, unë kam aq rrogë të madhe që unë me fol unë çka du. Po pikërisht është ajo që ti e bën rrugën. Është kapitali më i madh. Kapitali më i madh dhe më i rëndësishëm. Se me bova ki me të pagu dikush çka me fol, çka me mendua, cilat janë... Je me rrotlla mandej. Sigurisht. Cilat janë veprat, do me thonë, të fundit që ke bon videoklipet, para se të kalojnë pyetjen e fundit? Kemi arrit me vllahun, do të thotë, me kriju një stazh tonin që po punojmë gjatë gjithë kohës, me kong, edhe faktikisht unë jam mbrit të ndëgju veprat e vllahut tim, ka qenë reper përpara, edhe është shkruas jashtëzakonisht i mirë. Kam fatin shumë të madh që e kam edhe një motër jashtëzakonisht shumë intelektuale, punon në Radio Kosovë. I kam 2 njerëz mbrapa vetës që gjithmonë nuk mdojnë asnjëherë me u zhyt në për ujëra që ndoshta njeri jo me thonë, edhe unë e komandu ndonjëherë që po bojnë mirë, që po shkojnë. Po i kom pas 2 zoq në djatë edhe, ose me thonë engjëj në djatë edhe të maj që më kanë folë që kjo është mirë dhe që kjo du të mu bu flak. Tush me në ndëgju se jemi matritur, më kanë rritë, më kanë eduku me muzikë. Po ashtu edhe print e me. Kemi kriju një farloj stazhi që edhe studio në të cilën po punojmë kong që më të vërtet po i bojmë qysh po na ndjenë për momentin, folim për realitetin, folim për imagjinat, folim për jetën se si jetojmë, çka kishim pas dëshirë me shtu, çka na mungon, çka du të me hek, çka du të me shtu.
tema sociale të cilat duhet prej secilit artist mendoj, është e udhës mi trajtu. Po filloj prej këngës Zjam, prej videoklipeve po flas. Po filloj prej këngës Zjam, që është realizu vitin e kalum në tetor. Zjam është flok, po në slengun gjakovar, zjam. Edhe e kemi mendu, kjo ka qenë bas këngës, bas pjesëmarrjes Dancing with the Stars, ka qenë një frymëzimjar zakonisht i madh për me realizu një klip tillë. Edhe me fol pak për veten, po jo tu e lavdu, do të thotë. Me fol për realitetin. Sepse mendoj që secili artist edhe duhet për respekt vetës me tregu për pak a shumë karakterin në këngë. Me thonë çka është sepse nuk njohin krejt çka e brenda. Dush me paraqit. Bas këngës Zjam, kemi bo këngën A ka kuptim me një temë sociale. Klipi është shumë i thjesht. Mirë po kemi pas vendos me bo me një tematik dhe një pamje vizuele që ka qenë, do të thot, vajza Zona Prenici, e cila e ka interpretu gjuhën e shenjave përmes vargjeve të këngëve të mia. Do të thot edhe personat e shorta, do më thonë, kam pas mundësi me ditë se çka është duke u flit në tekst, pasi që është temë sociale. Dhe kanë drejtën edhe ata me ditë çka ne artistat folim. Sepse me mendu se me vepru vetëm për një sekundë ose një minutë, se cili prej nesh mi mbyll vesht dhe dikush me të fol për para nuk e kupton, është me të vërtet një siklet shumë i madh. Dhe unë mendoj që për me pas mundësit me lajem, me të tregu të drejtën, çdo videoklip i kisha bo double. Një videoklip qysh është spoti edhe videoklipi tjetër me një do më thonë klip shumë të thjesht që interpreton gjuhën e shenjave, për me qenë edhe ata pjesë e jona, do të thotë, sepse nuk jemi të ndashëm, nuk dallojmë, jemi njerëz gjithë. Edhe kjo vepër, do të thotë, ky projekt me të vërtetë kom pa që ka pas shumë sukses, sepse nuk është bo ma herët, edhe një jam shumë e lumtur që e kom arrit, edhe pse një videoklip shumë i thjesht, po me fjalë shumë të mëdha dhe vepra të mëdha. Pastaj ka qenë edhe një këngë tjetër në qershor, kom lancu bashkë për ditëlindjen time. një temë për më shumë për trinj, për dashuri. Am I Good Man thirrët kënga. Edhe tash kemi përfundu albumin, i cili album do të prezantohet besoj në janar ose shkurt të vitit të ardhshëm, që do të pasoj, do të pëtoj, do të thot me një videoklip. Ndërkohë kemi fillu dhe albumin e dytë me bo. Projekt e bollë. Çka pret nga festivali që fillon në dhjetor? Edhe me cilën këngë do prezantosh, se tash me siguri tash të pranu kënga, po? Po. Kemi pas dëshirë me Gjimin, vllahën, me marrë pjesë me këngën që është pjesë e albumit tashmë. Kënga thirrët si e për mu, teksti komplet dhe kënga është bo nga Gjimi, edhe orkestrimin e kemi besu maestros Alfred Kaçinari, që me të vërtet jemi shumë të kënaqur për punën që e ka bo. Çka pres prej festivalit? S'kom prit asnjëherë diçka prej festivalit, gjithmonë më kanë ardhur kështu befasishëm gjanat kanë rrjedh. E shoha s'përjetoj na i befasi prap. Se nuk e di, të them drejtën. Unë gjithmonë kom thonë edhe gjithmonë vazhdoj me atë moton që në të fitoj më i miri, në të fiton ai që meriton. Edhe pse sot këngëtarit nëse duhet me fitu këngëtari, atyre duhet me bo diçka ekstra, ndonjë event ekstra për më jap çmim këngëtarit më vlerësu si këngëtar. Jo me prit marrë një festival dhe më vlerësu këngëtari. Aty duhet me fitu kënga, jo këngëtari. Unë kisha pas dëshirë që ajo me qëndru në festival. Me fitu kënga më e mira. Edhe qoftë një artist që për herë të parë ka shkel në festival, ka me qenë hera e ti ose e saj e parë,
që po shkel festival, kisha pas dëshirë nëse ka këngën e mirë, dorë në zemër, urime. Kështu që nuk ta shohim. Okej, Flak, ka dhënë dorën zemër urime ty, pak sukses. Faleminderit shumë. Festival, kështu shumë faleminderit në emër të redaksisë të emisionit Pa Rrotlla, edhe ka qenë vërtet nder për neve me qenë mysafire jonja. Shumë faleminderit, po ndina shumë mirë, me të vërtet ka një kohë shumë gjatë që s'kom realizu intervistë me prestigj kaq të madh. Të falenderoj nga zemra për përkrajen që gjithmonë ma keni japë. Faleminderit shumë. Shumë suksese.